Lindje apo rilindje? As lindje as rilindje nuk mund të ketë. Prej njerëzish që janë shterur tashmë jo vetëm fuqitë morale, por edhe gjithë kapaciteti i përballjes me të vërtetën dhe drejtësinë. Drejtësia e popullit, i cili ka të gjithë drejtën e Zotit me vete për t'i ndëshkuar njëre mirë, politikën dhe politikanët, që lundrojnë në gënjeshtrën, në mashtrimin e padrejtësinë. A thua akoma nuk ish marrë rrugën e ngjizjes së rilindja, saqë në pikë të hallit u thirr për ndërzim dhe sharovi i korrupsionit, për të nakatosur akoma më tej ngjizjen e rilindjes, me demek për interesa kombëtar. Por për interesa kombëtar ishte i thirrur ai bashkim Sojës Rollopi me ata që korrupsionin e ngjizjen dhe ja ngjizën kudo shoqërisë shqiptare, dhe aty ku ty nuk ta pret mendja. Por për interesa e miqve të mëdhenj të integrimit u thirr tashmë ky bashkim paradoksal. Jo moral, jo i ndershëm dhe jo i drejtë. Cili është interesi i popullit në këtë bashkim faraonash? Mos vallë ne kemi interes të shohim prapë vite korrupsioni galopant, të shndruar jo vetëm në sistem, po për të hyrë në çdo qeverisë të shoqërisë sonë? A mos vallë ne kemi interes të jetojmë nga gënjeshtra në gënjeshtër? A mos vallë ne kemi interes të vazhdojmë të jetojmë në lumin e padrejtësive pafund? Mos vallë ne kemi interes të vazhdojmë të jetojmë në lumin e skamjes e varfërisë? Po çfarë do flasin faraonët tanë që sot e tutje? Kush i beson ata kur të fillojnë të flasin për korrupsionin në shëndetësi? Sepse ministrat e shëndetësisë korruptuar dhe të degeneruar janë aty pranë fronit të faraonëve, për të qenë të gatshëm për kafshatën e radhës. Kush i beson faraonët sot kur të flasin për korrupsion galopant në arsim? Sepse në fakt dhe aty kanë 20% bashkë me zëvendësministrin të gatshëm për të kapur kariken me kushineta që lëviz sa majta dhe sa djathtas, sa herë tunden me nderet e kooperativës së tipit lartë, e cila i realizon planet e partisë për skapllin mbi 120% çdo vit, dhe me lumturi shkon sa ndej këtej, nga fitoria në fitorie. Kush i beson faraonët e piramidës së Ordhekut kur të fillojnë të flasin për pengesat, zvarritjet dhe zhvatjet që u janë bërë në këtë vit sipërmarrësve? Kush i beson ata për zhvillimin e munguar ekonomik, për akumulimin e borxheve? Kush i beson ata për papunësinë apo mungesën e përkujdesjes dhe solidaritetit social? Kush i beson ata kur të flasin për mungesën e ndjeshmërisë dhe njohjes së realitetit, kur në fakt kishin në drejtim të gjithë këtyre viteve gjitha të ministri, e cila në fakt që është ndruar në foljen e grerzave, që grabiti edhe atë pak mjalë të krijuar me munde me djers. Në vite me radhë, nga blet të kësaj koshere, që aq edhshëm u grabit prej mizerisë së grerzave 20% në 4 vitet e fundit. Njerëzit pa moral, pa drejtësi dhe pa lidhje me të vërtetën kanë vetëm një përgjigje të fortë e të rrept prej popullit shqiptar. Do të përballen me ndëshkimin me vot kundër faraonëve të shterur, vot pro Shqipërisë re, vot pro Shqipërisë re pa korrupsion, Shqipërisë re me moral, Shqipërisë re të drejtë dhe solidare me të gjithë, vot pro Shqipërisë re të zhvilluar e të begat në drejtësi. Edmond Bllashaj, kryetari i Partisë Lëvizja Shqipëria e Re.